Mos e vendos kurrë këtu, bima e gjarpërit të shkatëron fatin. Sot do të shiteni bashkë në botën misterioze të bimës së gjarpërit, Sansevieria, ose siç e thërasin disa, gjua e vjerës, por unë do ta quaj thjesht mbrojtësia e heshtur. Kjo bimë nuk është thjesht një gjelbërim në vazo. Ajo është një luftëtare e lashtë e energjisë, me gjethe si shpata të ngritura drejt qiellit, plot me fuqi yang, të fortë, të mbretë, të pathyeshëm. Sipas parimeve të Feng Shuit, ajo ka potencialin të jetë ose një aleate që të rrethon me mbarësi, ose një forcë që, nëse vendoset gabimisht, tërheq varfërinë, grindjet dhe errësirën në shtëpinë tuaj. Sot nuk do të flasim për rregulla të thata. Do të zbresim thellë në secilën pikë, do ta ndjejmë energjinë, do ta shohim si të vërtetë. Le të fillojmë me vendet ku kjo bimë nuk duhet të hyjë kurrë. Përshëndetje miqtë e dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sone. Pika 1. Vendet ku nuk duhet ta vendosni kurrë. Së pari, pranë kuzhinës. Imagjinojeni, kuzhina është zemra e zjarrit në shtëpi. Ajo është elementi fire, flak, nxehtësi, transformimi i shpejtë. Bima e gjarpërit me energjinë e saj të fortë yang është si një shpatë e ftohtë metalike që përplaset drejt flakës. Kur i vendosni bashk, krijohet një luftë e heshtur. Zjarri digjet më fort, por shpata e ftohtë e shuan atë ngrohtësi familjare. Rezultati? Debate të vogla që kthehen në grindje të mëdha. Fjalë që hidhen si thika. Dhe para që duket sikur ikin nga duart, llogari të papritura, blerje impulsive, mungesë kursimi. Nëse keni vënë re që në shtëpinë tuaj paratë zhduken pa shpjegim, kontrolloni nëse bima e gjarpërit po qëndron pranë sobës, pranë lavamanit apo tavolinës së kuzhinës. Hiqeni menjëherë. Lëreni zjarrin të qetësohet, energjinë e drurit të mos përplaset me metalin e ftohtë. Kuzhina duhet të mbetet vend i bollëkut, jo i tensionin. Së dyti, qoshet e errëta dhe të lagështa. Këtu fillon errësira e vërtetë. Imagjinojeni një cep pas divanit, prapa një dollapi, ose poshtë një shkallë pa dritë me lagështi që mblidhet si lot i pathënë. Bima e gjarpërit, që normalisht është luftëtare e dritës, këtu do bësohet. Gjethet e saj nuk marrin ajër të pastër, rrënjët mbyten. Dhe energjia kthehet në qi të vdekur. Çfarë ndodh me ju? Ndjeni trishtim pa arsye. Lodhje që nuk largohet as pas gjumin. Motivimi zhduket si mjegull. Fëmijët bëhen të tërhequr, të rriturit të mërzitur. Është sikur shtëpia ka një plag të fshehur që thith jetën. Mos e lini atë qoshe të errët të vras forcën e bimës. Nëse ajo është aty, hiqeni, silleni në dritë ose hidheni nëse është shumë e dëmtuar. Errësira nuk është mike e asaj shpate të gjelbër. Së treti, në dhomën e gjumit. Kjo është një nga gabimet më të mëdha. Dhoma e gjumit është tempulli i ynë, qetësi, butësi, pranim, dashuri e thellë. Bima e gjarpërit është yang pur, mbretësi, mbrojtje e ashpër, vigjilencë e përhershme. Kur e vendosni aty është sikur vendosni një roje të armatosur brenda dhomës së fëmijës suaj të brendshëm. Gjumi i trazuar. Ëndra të tensionuara. Zgjohesh i lodhur sikur ke luftuar gjithë natën. Dhe në çift mbani distancë. Ftohtësi emocionale. Fjalë që nuk thuheshin më parë, tani dalin si gjemba. Shumë çifte që vuajnë heshtje të gjata, zbulojnë se shkaku ka qenë pikërisht kjo bimë pranë krevatit ose dritares së dhomës. Nëse doni mbrojtje në dhomën e gjumit, zgjidhni bimë me gjethe të rrumbullakta, të buta. Bima e gjarpërit lëreni jashtë këtij tempulli. Së katërti, në qendër të shtëpisë. Qendra, tai chi, është pika e shpirtit të shtëpisë. Ajo është si zemra që rre e balancuar, neutrale, pa ekstreme. Vendosja e një force kaq të fortë yang si Sansevieria aty është si të vendosësh një bombë në mes të gjoksit. E gjithë shtëpia ndihet e paqetë. Njerëzit grinden pa arsye. Vendimet vështirësohen.
Është sikur energjia nuk gjen rrugë dalje, por qëndron e bllokuar dhe e tensionuar. Nëse qendra juaj ka një vazo me këtë bimë hiqeni. Zëvendësojeni me diçka të butë, një kristal të qartë, një lule të thjeshtë ose thjesht lëreni hapësirë bosh. Qendra duhet të marrë frymë, jo të mbrohet me shpata. Pika 2. Këshilla për mirëmbajtjen dhe energjinë pozitive. Tani le të kalojmë te ana e bukur. Kur e vendosni sakt pranë derës hyrëse në cepin ju lindor për pasuri ose lindor për shëndet, bima bëhet një mjeshtër i vërtetë. Ujitja në mëngjes. Mos e ujitni natën. Mëngjesi është koha kur dielli lind, energjia e re derdhet në bollë. Kur I jepni ujë në atë moment, ajo thith fuqinë e ditës së re, pastaj e kthen atë në shtëpinë tuaj si një valë e pastër mbrojtëse. Është si të ushqeni një roje me dritë, ajo forcohet dhe ju ruan më mirë. Pastrimi I gjetheve. Pluhuri nuk është thjesht papastërti, është barierë për qinë. Çdo grimc pluhuri bllokon rrjedhën e energjisë. Merrni një leckë të butë, pak ujë dhe fshini çdo gjethe me dashuri. Ndërsa e bëni këtë, ndjeni se po pastroni edhe mendjen tuaj, edhe shtëpinë. Bëjeni këtë ritual çdo javë, do të shihni qartësi në jetë. Prerja I gjetheve të thara. Një gjethe e verdhë ose e thatë është energji e ndenjur, e bllokuar. Është si një plagë që nuk shërohet. Merrni gërshër të mprehtë, prisni me vendosmëri dhe hidhni menjëherë jashtë shtëpisë. Mos I lini në plera brenda, energjia e vdekur duhet të largohet plotësisht. Pas kësaj bima lëshon energji të re, si një feniks që rilin. Ndërrimi I dheu. Çdo 1 deri 2 vjet, hiqeni nga vazoja e vjetër. Dheu I vjetër ka mbledhur lodhje, energji të rëndë. Zëvendësojeni me dhe të freskët, të pasur. Ndërsa e bëni këtë, flisni me bimën. Thuajini, ti je fort, unë jam I fort bashkë me ty. Ky akt rifreskon rënjët dhe rënjët e fatit tuaj. Pika 3. Fuqia e qëllimit. Dhe tani sekreti më I madh. Bima nuk është thjesht një objekt. Ajo është pasqyrë e qëllimit tuaj. Kur kujdeseni për të me zemër të hapur, me dashuri, me afirmime, ajo kthehet në një mbrojtës të fuqishëm. Ndërsa e ujitni, ndërsa e pastroni, ndërsa e shikoni, përsëritni brenda vetes. Shtëpia ime është e mbushur me mbarësi. Pasuria rrjedh lehtësisht drejt meje. Paqja më rrethon si një mburojë e padukshme. Këto fjalë nuk janë thjesht fjalë. Ato janë valë që bima I merr, I përforcon me energjinë e saj yang dhe I kthen në realitet. Ajo bëhet një zen master I heshtur, nuk flet, por rregullon gjithçka. Përfundim. Miq. Bima e gjarpërit nuk është armike apo mike e verbër. Ajo është pasqyrë e zgjedhjeve tuaja. Vendoseni në vendin e dur, kujdesuni me qëllim dhe ajo do të kthehet në një aleate që largon negativitetin, tërheq bollkun dhe sjell paqe të thellë. Nëse e keni në shtëpi, shikojeni sot me sy të ri. A është në vendin e gabuar? Apo vuan? Apo ju flet përmes lodhjes suaj? Merrni vendim tani. Hiqeni nga errësira, silleni në dritë dhe lëreni të bëhet ajo që është vërtet, një mbrojtëse e heshtur, një luftëtare e fatit të mirë. Faleminderit që ishit këtu me mua në këtë udhëtim të energjisë. Nëse keni ndonjë histori me këtë bimë, ndajeni në komente. Dhe mos harroni, energjia ndryshon kur ne vendosim ta ndryshojmë. Paqe dhe mbarësi për shtëpinë tuaj.